pse o që dorë nga qeveria teknike dhe nga largimi Edi Ramës se mos ishte ai po themi personi që mund t'i manipulojë zgjedhjet? Nuk besoj se kemi heq dorë nga mendimi, por sigurisht që... Nga akti politik, mos? Akti politik... Shpresu për mendimet e fsheta. Po pra, kërkesa opozitës ishte që kishte zgjedhjet parakoshme fillim. Pastaj Rama nuk bën dot zgjedhje. Pastaj çështja e qeverisë teknike. Unë gjykoj që në Shqipëri do ishte në derin e çdo qeverie që t'i dorëzonte çelësat e qeverisjes 6 muaj përpara dhe ta merrte një qeveri teknicienësh, siç e ka Maqedonia Veriut për shembull. Është dakord doktori me këtë? S'besoj të jetë dakord. Unë po them mendimin tim. Po ka disiplinë partia. Falë për atë. Për këtë disiplinë më flas unë. Unë gjykoj që kjo do i bënte nder jo vetëm Partisë Demokratike, Partisë Socialiste, por Shqipërisë në tërësi, sepse ka një mosbesim të gjitha palët që këtu vidhen votat, makineria shtetërore, nuk e themi ne, ka thënë dhe OSB Odiri, që partia dhe shteti nuk ndahen sa herë ka zgjedhje. Ne kemi parë shumë mirë që administrata tani, nëse më përpara ka pas shku në mitingjet e Partisë Demokratike, se jepte urdhër tani është me listë prezencë. Pra, administrata do të pres kryeministrin Rama në Fushkruj për shembull të mërkurën në orën 11 dhe do lehen orë të mësimit, do shkojnë të gjithë njerëzit atje për ta pritë për të duar rrokit. Ky është spektakli elektoral. Po pra, kjo është e gabuar pra me qeveri teknike, teknicienësh kjo nuk do ndodhte sepse do të shtensionohej situata elektorale. Nuk e keni pra, nuk e zgjidhen dot në këtë studio. Tani je 5 ditë para zgjedhjeve thua, do kjo është pyetja jote ishte kjo pra. Tani pyet për rezultatin për sondazh. Nuk thash unë. Po hoqëm dorë nuk arrit qëllimi, do të thotë që hoqëm dorë. Pra, ne normalisht ngritemi tesë. Po nuk hoqëm dorë më zhej. Kjo është ideja, nuk e ka dorë doktori me heq kryeministrin Rama, ai do të tërhiqet vetë për me shtensionuar kjo pyetje, sepse mbas sa pyetje vjen pyetja tjetër. Po. A do të zgjidhen rezultatet e zgjedhjeve? Se tani në fillim keni a do ta njihni rezultatin e zgjedhjeve? Rezultatin e zgjedhjeve? Po. Në rast se ka për shembull masakra elektorale nga këto historirat e tjera. Po tani ne do i shohim zgjedhjet e bursit, nuk jam Kasandra. Njeriu i akuzuar, fal. Patjetër është ishte doktori. Çdo kryeministër është njeriu më i akuzuar për masakra elektorale. Po më thënë masakra elektorale, s'më ka thënë asgjë. Tani unë... Që është bërë inflacion kjo fjalla. Po, qartë për edhe unë ashtu menoj, si puna jote, tani unë kam për herë të parë që kandidoj, unë do t'i shoh të zgjedhje se si do jenë. Tani në qoftë se normalisht do vidhen vota, si të themun, su vodhen vota? Jo, more jo. Në qoftë se ne kemi sinjalizime që vota po blenë me 150 euro, mos ta themun këtë gjë? Po, a do t'a njivesh, do t'i njohë zgjedhja me jo? Po si të vjedhin zgjedhjet edhe të njohë zgjedhjet? Në rast se nuk i vjedhin, normalisht do t'i njohë, se jemi në demokraci.